flamur nga një Donald Trump i cili po kërkonte me të madhe të fitonte Nobelin për paqe, të arrinte sa më parë paqen si në Ukrainë apo edhe në lindjen e mesme. Tani kemi një Donald Trump i cili i hyri vallet të luftës dhe u rikthye përsëri asaj vallet të Shtetit Bashkuar të Amerikës që bëhen faktor në përmbysjen e regjimeve. Ishte ky një veprim që ishte planifikuar nga administrata amerikane apo një lëvizje e papritur nga ato ekspresivet që bën ndonjëherë Donald Trump? Në fakt ashtu siç tashmë e dini të gjithë, mbrëm rreth orës 10 të darkës, presidenti Trump doli në një konferencë publike, në një konferencë për shtyp ose një deklaratë për shtyp ku i foli kombit amerikan, duke njoftuar për urdhrin e tij të ndërmarrë ndaj Iranit. Në fakt u bë kohë tashmë që presidenti Trump qoftë në mandatin e parë apo edhe në gjatë fushatës elektorale për mandatin e dytë, është shprehur gjithmonë se unë jam ndryshe, një president ndryshe i cili nuk të çojë vendin tim në luftë. Ka thënë që unë nuk jam si Dick Cheney apo të tjerë republikan hak të cilët janë më agresiv dhe e shohin si vetëm zgjidhje ndërhyrje ushtarake. Por ajo çfarë ndodhi mbrëm në fakt hodhi poshtë po themi të gjithë ato se çfarë është thënë deri tani qoftë publikisht. Sa ka qenë i detyruar për të marrë një vendim të tillë, mbetet për t'u pa në ditët vazhdim, por ajo që tashmë edhe opinioni publik këtu në Amerikë apo edhe sot është zbardhur dita duke filluar që me orën 8 të mëngjesit ku sekretari i mbrojtjes dhe generali kanë dolur në një konferencë për shtyp duke dhënë detaje në lidhje me operacionin. Apo edhe më pas opinioni publik i ndarë tashmë, qoftë në mesin e republikanëve, qoftë edhe në pjesën e demokratëve të cilët janë më të theksuar në fakt kundër këtij sulmi të cilët ata e quajnë qoftë edhe të papërgjegjshëm presidentin Trump apo të nxituar apo njeriu që shkeli kushtetutën amerikane për shkak se në çdo sulm ushtarak nga një shteti tjetër duhet të marrë aprovimin nga Kongresi. Ndërkohë edhe nga krahu tjetër republikanëve, të cilët sot jo të paktën janë numër persona të cilët kanë deklaruar apo janë shprehur. Ajo që mund të them në përgjithësi, gjithë po themi opinioni amerikan është politizuar jashtëmasë shumë dhe nga anketat e ndryshme apo sondazhet e ndryshme që janë bërë para ndërhyrjes të fundit të amerikanëve kanë qenë edhe të ndarë realisht. Një pjesë e caktuar e tyre nuk mbështes te luftën apo përfshirjen direkte të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë sulm, por thjesht mund të suportonin Izraelin siç kanë suportuar për shumë vitesh. Por ajo çfarë doli edhe çfarë ndodhi mbrëm në fakt është një gjë e paprecedent thonë në këtu në Amerikë komentatorë të ndryshëm, të cilët po e komentojnë në mënyra të ndryshme. Ajo që tashmë dihet është fakti që operacioni i mbrëmshëm ose siç u quajt operacioni Çekiçi mes natës, tashmë dihet çfarë armë dhe çfarë po themi infrastrukturë ushtarake është përdorur në lidhje me këtë sulm ndaj 3 qyteteve ku mendohet ose 3 zonave ku mendohet që po pasurohet uraniumi. Ashtu siç e keni marrë vesh, besoj që sipas generalit Kenny që doli sot në mëngjes, njoftoi që janë përdorur 125 avion të ndryshëm luftarak, të cilët kanë pas pozicione qoftë po themi për të shpërqendruar vëmendjen e radarëve iranian, por edhe janë përdorur 7 bombardues B-2 Spirit, të cilët mendohet që janë edhe bombarduesit të cilët kanë hedhur bombën apo raketat Bunker Buster, GBU 57, e cila mendohet që është 13 ton një bombë. Sipas ministrit të mbrojtjes ose sekretarit të mbrojtjes, thonë që janë përdorur rreth 75 raketa të ndryshme luftarake, të cilat 14 për tyre janë Bunker Buster, do të thonë raketa të cilat janë të deportueshme poshtë zonave malore në një diferencë deri 60 metra në tokë. Pastaj janë përdorur rreth 24 raketa Tomahawk dhe 37 ose raketa të ndryshme të cilat kanë goditur këto zonë. Pra, ashtu siç e thash, do mundë Izraeli pa këtë arsenal të fuqishëm amerikan që të përballonte sulmet ndaj Iranit dhe të arrinte objektivat që i kishte vendosur vetes. Pra, a u bë ky sulm amerikan për të mbështetur Izraelin që vetëm me armatimet e veta nuk ja dilte dot? Jemi të sinqertë, Suela, amerikanët gjithmonë kanë qenë mbrapa sulmeve të ndryshme që Izraeli ka kryer në zonën e Xhirit Persit. Edhe në këtë rast mendoj që nga informacionet ose nga komentet e ndryshme që qarkullojnë këtu në mediat amerikane apo në komentatorët e ndryshëm, të gjithë thonë një zëri që Amerika gjithmonë ka qenë në mbështetje të Izraelit. Por ajo që doli mbrëm ose çfarë u tha mbrëm nga presidenti amerikan, fakti që në një farë mënyrë doli dhe foli edhe në një farë mburrje, po themi personale, duke thënë që ato 4 presidentë të tjerë të cilët nuk arritën ose dëshironin të bënin një gjë të tillë, unë arrita mbrëm me një sulm spektakolar, të cilin e cilësoi ndaj bazave ku mendohet që po pasurohet uraniumi.
Thash, edhe pjesa tjetër e shoqërisë amerikane tashmë është e ndarë. Edhe presim, po themi, gjatë ditës vazhdim. Frika këtu është që mund të ketë protesta anti-luftë ose rrjeteve, grupeve caktuara shoqërore këtu në Amerikë, të cilët janë kundra luftës, edhe mendohet që mund të ketë dyshime që mund të ngrihet persona të ndryshëm ose grupe caktuara të cilët njihen për në Amerikë ose qoftë majtët apo progresistët kundër luftës, të cilët mund të dalin në protesta masive kundër këtij ndërhyrjes ushtarake. Por kjo mbetet për t'u parë në ditën vazhdim se cili do jetë reagimi i Iranit, për shkak se mos harrojmë se në gjirin persik ose në zonën e lindjes janë të dislokuar rreth 40 deri 50.000 ushtarë amerikanë dhe frika e madhe është e jetës së këtyre ushtarëve, të cilët edhe presidenti amerikan vetë theksoi që në qoftë se ndërmerret në një sulm ndaj këtyre bazave ushtarake ku ndodhen ushtarakët tanë, tha, ne do kundërpërgjigjemi edhe më ashpër, për më lehtë në pretendimet se është shkatëruar tashmë fuqia ajrore e Iranit. Por kjo, thash, mbetet për t'u pa, është një diskutim i madh që po bëhet këtu tashmë, ose debatet qoftë nga mediat e majtë, të cilët, siç e thash më herët, po e kundërshtojnë këtë ndërhyrje, apo pjesa e djathtë ose republikanëve hak, të cilët janë agresivët, si Ted Cruz apo të tjerë, të cilët kanë mbështetur dhe kanë kërkuar me ngulm që Amerika të ndërhyjë në këtë konflikt. Por në mesin e republikanëve, kundërshtarët politikë të Donald Trump do përpiqen ta shfrytëzojnë situatën, pasi Bashkimi Evropian do doja që flamur të flisnin pak edhe për Netanyahun. Ai nga një person për të cilin ishte lëshuar një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale, tani është dikush i cili po mbron botën nga armët bërthamore të Iranit, të paktën kështu e shohun. Si ka ndryshuar imazhi i tij në arenën ndërkombëtare? Dhe nga ana tjetër, a do të përballet ai me këtë përgjegjësi? A ekziston të qëndrojë në fuqi ky urdhër arrest? Shiko, unë në fakt do doja pak minuta ti fokusohem ato se çfarë tha kolegja. Ideja është këtu që vetë presidenti amerikan deklaroi që ne nuk bëm sulmin për të ndryshuar regjimin në Iran, por bëm sulmin për të dëmtuar zonat e pasurimit të uraniumit. Po themi në Rogoz, a ishte edhe ky qëllimi për ta sulmuar Iranin, më të vërtet për të larguar nga po themi regjimin, për ta ndryshuar regjimin ato mbetet për t'u pa. Ajo se çfarë këtu po diskutohet tashmë është fakti se si ka mundësi, domethënë janë ngrit disa pyetje të cilat po presin një përgjigje, ndoshta edhe me daljen e presidentit Trump në një nga këto mediat ose takimet me mediat mund t'i sqaroj, por si ndodhi që brenda 2 ditësh u ndryshu vendimi i cili presidenti Trump tha që ne i kemi dhënë kohë Iranit për 2 javë. Dhe brenda pa arrit 2 ditë u ndërhyr sulmi i surprizë, po themi që u bën ndërhyrja në Iran, cili ishte shkaku që u përshpejtu kjo vendimarrje. Sepse këtu mediat e majta apo dhe senatorët e majtë, kongresmenët e majtë e kanë akuzuar si njeri pa vizion për shkak se qëndrimeve të tij të luhatura që kanë mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe, që do sulmojmë, nuk do të sulmojmë, do të sulmojmë nesër, do të sulmojmë pas 2 javësh. Dhe këto fakt kanë bërë që kanë ngrit shqetësimet këtu në Shtetet e Bashkuara. Edhe në rrethin e tij të ngushtë, ata të cilët e ndihmuan, po themi, që të fitojë zgjedhjet qoftë në mandatin e parë apo në mandatin e dytë, që janë një grup jo pa zënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Steve Bannon apo Tucker Carlson, të cilët janë pjesë të magës, ata kanë dalur hapur kundra ndërhyrjes ushtarake në Izrael, në Iran, duke cilësuar Izraelin që po bën të gjithë përpjekjet për të tërhequr Amerikën në një luftë e cila kemi marrë mësim thonë nga lufta e Irakut, për shkak se shërbimet sekrete në atë kohë, siç e dinë gjithë, njoftuan për pasurimin e armëve bërthamore e tjera, por që realisht nuk u gjet. Dhe tani të gjithë po e marrin si shembull rastin e Irak për të thënë që ne s'duhet të nxitohemi për të bërë një ndërhyrje të tillë, për shkak se nuk e dim si çfarë. Disa media britanike kishin thënë se Netanyahu shkruan se Netanyahu nuk i ka bërë mirë llogaritë dhe mbasi Shtetet e Bashkuara nuk ka për t'i patur me vete dhe se po ndjekin tjetër politik, por çfarë ka qenë gjëja që trigger, pra që e bëri Donald Trump të ndryshonte me njëherë të vendosë të sulmi? Shiko, frika është edhe pasoja që mund të kenë në regjion. Mos harrojmë, siç e tha kolegja, që në regjion kemi disa shtete të cilat është frika e ndërhyrjes së tyre, se çfarë ndodhi në Libi, çfarë po ndodh në Siri dhe sa do të jetë e mundshme, po themi, destabiliteti i gjithë rajonit në atë zonë. Dhe kjo është frika që mund të ketë të gjithë rajonit, po themi, qoftë edhe të Evropës apo edhe Pakistani, ndërhyrja e Pakistanit do jetë apo nuk do jetë, Rusia do angazhohet apo nuk do angazhohet, Kina gjithashtu, pasi dihet tashmë që një pjesë ekspertëve të ndryshëm
qoftë kinez, qoftë nga Rusia apo Pakistani, janë duke punuar ose kanë qenë duke punuar brenda këtyre po themi qendrave të pasurimit të uraniumit, të cilat pretendojnë që do t'i përdorin për shërbime civile, por se sa do t'jetë të saktë kjo pjesë mbetet për të pa. Ajo që është tashmë një pyetje e madhe se çfarë do bëhet me shefën e sigurisë kombëtare, e cila me datë 26 mars njoftoi që nuk ka pasurim të uraniumit ose të ngritjes të një ndërtimi të një arme bërthamore nga Irani, të cilët sipas saj tha që është pezulluar që në 2003. Dhe çfarë ndodhi? Presidenti Trump tha që ajo e ka gabim. Se çfarë do t'jetë? Ai deklaroi më pas bile presidenti Trump mohoi edhe informacionet që kishte nga shërbimet e tij sekrete, duke thënë që ata e kanë gabim. Dhe çfarë informacione u bazu për të marrë këtë ndërhyrje do të mbetin për të parë në ditët vazhdim, çfarë qëndrimi do mbajë qoftë edhe po të gjykohet nga lëvizja e Izraelit që kishte 20 vjet pothuajse që kërcënonte për sulme ndaj Iranit, por vendosi pikërisht tani ajo çfarë diskutohet është që kishte një informacion të saktë. Patjetër, ajo që diskutohet është sot në mediat amerikane është fakti që Irani sipas tyre ose pompohet, sepse Steve Bannon është një nga ideatorët e strategjik të fushatës së presidentit Trump në zgjedhjet e para. Thotë që Fox News, që është një televizion republikan i cili mbështet të djathtët, po bën një propagandë siç ka ndodhur në kohën kur ndërhyrës në Irak. Ajo çfarë theksojnë ta është fakti që këto nuk mund të ndodhi një ndërhyrje kaq të shpejtë ose kaq të pa konsultuar ndoshta, dhe çfarë ndryshoi për brenda këtyre 2 ditëve. E gjithë frika është të ushtarët që cilët ndodhen në bazat e amerikane në gjirin e Persit. Ajo se çfarë duhet parë në ditën e vazhdim është fakti sepse këto sot kanë filluar dalin edhe sondazhe ndryshme, të cilët janë në mbështetje apo janë kundra po themi këtij sulmi të ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se sa do të jetë efikase në parandalimin e një përplasje tjetër ndaj ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të sulmojnë përsëri Iranin. Kjo mbetet për të pa. Por unë nuk mendoj që Izraeli është aq i fuqishëm i vetëm sa ti përballojë ndoshta një sulmi të tillë nga Irani. Pavarësisht që është dobësuar jashtëzakonisht shumë Irani tashmë, por Izraeli ka pas gjithmonë mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, për të cilët ne të gjithë dimë që ajo do të vazhdojë. Pastaj ti kthem pyetjes tuaj që nuk e di se si do të folë për Netanyahun edhe për faktin se si tani roli dhe pozita e tij tani në arenën ndërkombëtare, dhe do duhet ai të përgjigjet urdhër arestit për të. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është në fakt ja ju jeni presi pak të murin që ta përfundojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt është kundërshtuar urdhri i dhënë në gjykatën ndërkombëtare, vendimët ose shtetet të cilët e kanë cilësuar si diktator apo kriminal apo njeri të cilin mos harrojmë edhe përplasjen e presidentit amerikan po në shtëpinë e bardhë me presidentin e Afrikës së Jugut, i cili është një nga shtetet i cili ka marrë iniciativën për ta deklaruar për ta dënuar kryeministin izraelit. Dhe duke qenë që kjo përplasje ka qenë e vazhdueshme këtu në Shtetet e Bashkuara, nuk është personazh që mund të cilësohet kriminal apo person i dënuar apo një person që po kryen gjenocid. Shumica e mediave apo edhe komentatorët e ndryshëm nuk e përdorin fare këtë si shprehje. Vetëm shprehje që përdorin janë grupe të caktuara të cilët mbrojnë, po themi janë anti-luftës, apo grupe të caktuara të cilët janë në mbrojtje të Palestinës apo sa çfarë po ndodh në Palestinë, të cilët e kanë cilësuar kriminal. Sa do të jetë e ligjshme që ai mund të udhtojë në Evropë, këtë nuk mund ta themi se cili shtet i Evropës mund të marrë iniciativën për ta arrestuar apo të ndaluar, por edhe ai nuk ka marrë ndonjë iniciativë për të udhtuar drejt vendeve të Europës, pavarësisht që ka një vendim të gjykatës edhe në kartës, por edhe këtu të majtët kanë deklaruar tashmë që kjo është një shkelje e kartës drejtave të njeriut të OKB-s, kartën e Gjenevës, kanë rëndit disa shkelje të cilat pretendohet që janë kryer me sulmet, qoftë Izraelit të kryer në Iran, qoftë Shtetet e Bashkuara të kryera ndaj Iranit. Por që janë debate që nuk shterojnë asnjëherë. Ne kemi programuar dhe për ta mbyllur për të dy pasi minutazhi ynë përfundoi. 22 qershori flamura mund të quhet si dita e parë e fillimit të luftës së tretë botërore, apo konflikti nuk do të përshkallëzohet deri aty? Unë nuk mendoj që mund të përshkallëzohet deri në luftën e tretë botërore, por mos harrojmë një gjë që është vetë presidenti Trump i cili thoshte gjatë gjithë fushatës elektorale për mandatin e dytë që jemi në prag të një lufte të tretë botërore, sepse presidenti Biden është i paaftë e tjera në fjalorë shumë të ndryshëm, por realisht tani mediat dhe komentatorët të ndryshëm këtu thonë që ky person i cili kundërshtonte ose kishte frikën e ngritjes së një luftës së tretë botërore, a mos është ky iniciatori i një lufte të tretë botërore?
Dhe të gjithë tani po zihen në një farë mënyrë debatet e ndryshme, sidomos në rrjetet e të majtës ose në mediat e majta, të cilët po vazhdojnë diskutimet. Ajo që frika është sepse presidenti Trump gjatë gjithë kohës thoshte që unë nuk jam i presidenti njëjtë si presidenti Bush apo presidenti tjetër. Unë nuk jam personi i cili mund të shkaktoj lufta ose të filloj luftra, por ajo se çfarë ndodhi tani tregon ndryshe. Ose fakti që gjatë fushatës elektorale thoshte që unë do ndaloj luftën brenda 24 orëve mes Rusisë dhe Ukrainës, por një gjë e tillë nuk po ndodh, apo me qëndrimin ndaj Izraelit në Hamasin. Gjithashtu nuk po ndodh. Shqetësimi është tashmë qëndrueshëm fakti që mos duke qenë që Izraeli, për të vazhduar atë se çfarë tha kolegja, Izraeli nuk ka lejuar, po themi edhe Organizata e Kombeve Bashkuara për të bërë inspektimin e armëve bërthamore se sa kanë apo nuk kanë brenda territorit të tyre. Është ngritë shqetësim tani, mos ndoshta Turqia do ngre, apo Jordania, apo shtetet e ndryshme të Gjirit Arabisë, do thonë edhe ne duam të pasurojmë ose të krijojmë një bombë bërthamore për shkak se nuk kemi besim te Izraeli me ato se çfarë po ndodh. Dhe ky është shqetësimi, po themi se si do vazhdojë ditët në vazhdim situata, reagimet se si do të jenë, për shkak se dihet tashmë që Turqia është një fuqi e madhe në rajon, dhe nëse këta ngrihet shqetësim këtu, nëse Turqia do të ngrihet dhe të pretendojë që unë nuk kam besim te Izraeli për faktin që kanë ndërmarrë sulmet ndaj një shteti tjetër, me pretendimin e pasurimit të armëve bërthamore, çfarë më ndalon mua në një farë mënyrë që diskutohet këtu, që Turqia të fillojë edhe një projekt të tillë, çfarë do ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ndërhyjë edhe në Turqi për të sulmuar ose ndalimin e këtij uraniumi apo zonave të tjera të Jordani, Arabi Saudite e tjera. Kjo është një diskutim i cili besoj në ditë vazhdim do jetë shumë më i agravuar apo shumë edhe më i vazhduar. Mos që ky mund të jetë edhe një mesazh ndaj Rusisë, ndaj Kinës, ndaj Pakistanit, ndaj Indisë, sulmi ndërhyrja ose ndërhyrja e amerikanëve në Iran. Është edhe një mesazh ndaj këtyre shteteve të cilët për të thënë ato çfarë tha kolegja që Amerika është rikthyer përsëri. Basta sepse vërtet veprimet e Donald Trump nuk po lexoheshin mirë, tani ai do që të bëjë një qendrim, një statement dhe bëri me këto sulme. Unë ju falenderoj shumë të dyve, na ndihmuat që të hedhim një dritë të re dhe shumë ndryshe mbi këtë problem dhe mbi këtë konflikt në lindjen e mesme. Ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë, të nderuar shikues, ju falenderoj edhe ju që na ndoqët